qartë. A ka PDK-ja një emër që do ta propozojnë në këtë takim? Sepse gjatë kësaj kohe, sigurisht edhe si parti e keni shqyrtuar, sepse e keni ditur se në rast se gjykata do të vendosë dhe do të arrëzoj dekretin e presidentes Osmani, atëherë kjo ditë do të vije, kur do shta të vije rasti të prezentoni kandidatin, sepse herën e kaluar u krijua dhe pati dhe shumë reagime mbi atë se PDK-ja nuk propozoj një emër. Ne nuk mund të propozojmë emër në qoftë se s'ka pajtueshmëri që VV-ja me votu emrin e Partisë Demokratike. Është normale. Se nuk dojmë me u ba, që thot populli gazi botës, me ba shaka pastaj njerëzit ose VV-ja që e futën zgjedhje X-in po e zëmë aty, le tjetë kusht tjetë. Ne nuk kemi një kandidat, s'kemi një emën për publikun sot për sot. Emnat do t'i bëj publik. Pra ande nuk e dini se kush mund të... Kryetari i partisë, në PDK ka mjaft njerëz të cilët mund ta kryejnë atë detyrë, edhe PDK-ja ka shpjekuri politike sa të zgjedh ose të propozoj kandidat të cilët janë të gatshëm me i shërby vendit edhe janë të gatshëm të i shërbejnë vendit në konform kushtetutës dhe obligimeve që ka presidenti i vendit. Mbi të gjitha, unë mendoj që për të ardhmen, po them, duhet me ndryshu shumë gjana, shumë çështje, dhe të duhej presidenti me u pasgjedh 3 muaj para se me i kry mandatin presidenti aktuale, me qëllim që ta merr detyrën. E qartë. Me këtë kërkesë mleni që t'ju pyes edhe një herë dhe ta qartësoj ndoshta edhe për publikun. Pra, Partia Demokratike fillimisht kërkon pajtueshmërinë e lëvizjes vetëvendosje për kandidatët pa e ditë se kush janë kandidatët. Ai bie që vetëvendosja deri diku të pajtohet për diçka që ende nuk e di se kush mund të jetë. Unë nuk jam për këtë mënyrë, siç po thoni ju. Unë jam politikisht me u pajtu po kandidati ju, por kandidatin ton me mbështet paraprakisht VV-ja, me u pajtu Albini për emrin, me qenë se Albini është ai, edhe me propozu edhe me ndru emrin. Pa nuk do t'ishte më e udhës që... Në qoftë se në pyetje është një emën që e propozon PDK-ja, unë mendoj që mund të propozohen, mund t'i refuzoj 5 emra Albini dhe ta pranoj 6. Është drejtë e tij dhe është krejtësisht normale. Pra dhe ju pajtoni sa i fillimisht duhet ta di, në të takimet që i mbani, duhet ta di se kush është propozimi i PDK-s, më pas për t'ju siguruar nëse e mbështet atë propozim ose jo. Mas pari duhet me u pajtu që do ta kërkojmë një kandidat nga PDK-ja, e para. E dyta, do t'ulen në tavolinë, ose në kafe, ose në dikon të shtëpi, dhe do ta diskutojnë emrat. Emri i parë refuzohet nga Albini, ka arsyet e veta. Emri i dytë thot po nesër takohem prapë, po e konsultoj partinë, atë kryesinë e partisë. Refuzohet edhe ky. Pse po them unë 5-6 emra, i shtatin është vjen shprehje, sepse kanë drejtet e tyre edhe deputet e VV-s, unë e kuptoj këtë, se s'është e lehtë. S'është e lehtë për ata që pretendojnë me i pas tana pushtetet. Por pajtueshmëria për emrin mundet të arrihet në proces. Po jo me propozu tani sot, po propozojmë një emën, që ka pas janë 2-3 propozime ose vetë propozime, por që mundësia me refuzu dhe me met ish kandidat për president është e madhe. Po pse...